Me që video e kaluar me makaronat të mbushura me gjizë u pëlqye shumë nga ju, këtë herë do t'i mbushim me spinaq. Marrim makaronat guask, i mbushim me spinaq, vendosim në një tavë, i hedhim salcë domatesh dhe djathë mozzarella sipër dhe pasi ta kemi nxjerrë nga furra, marrim këto makaronat që duken shumë të mira dhe shumë të shijshme. Ju ftoj ta shikoni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Por përpara se të vazhdojmë me recetën, ju ftoj që t'i bëni kësaj videos like dhe shtypni butonin follow që të mos u mbisni asnjë recetë ose video të ardhshme. Faleminderit. Si fillim do pastrojmë spinaqin, do e vendosim që të ziejë për 3 minuta derisa të bëhet kështu dhe pastaj do t'i hedhim krip dhe gjizë ose cottage cheese në rastin tim. Dhe harxhën për mbushjen e makaronave e kemi gati. Për salcën e domateve marrim një gjysmë qepe dhe grim imët, e vendosim në një tigan me vaj ulliri dhe 2 thelbia hudhër. Pasi uji makaronave të ketë zier, i hedhim krip dhe vendosim makaronat që të ziejnë derisa të bëhen al dente, diku ket 6-7 minuta. Hedhim pak krip të qepa që të zbutet më shpejt dhe hedhim salcën e domateve dhe lëmë që të skuqet pak. I hedhim dhe pak piper të zi dhe kemi salcën e domate gati. Tani pasi kemi çdo gjë gati, fillojmë me përgatitjen e makaronave të mbushura. Si fillim do të vendosim një shtresë salce poshtë tava dhe fillojmë me mbushjen e makaronave. Marrim makaronat guask, i mbushim me spinaqet e gjizë dhe i shtrojmë një nga një në tavë. Pasi ti kemi mbushur të gjitha makaronat me spinaq dhe gjizë dhe shtruar në tavë, do t'i hedhim sipër djathë mozzarella. Këto tani thjesht do ta vendosim në furrë për 15-20 minuta në 250 gradë sa të shkrijë djathi sipër dhe e kemi gati. Dhe pasi ti keni nxjerrë nga furra, shikojni pak se sa të mira duken. Këto ishin makaronat më të mira që kisha provuar ndonjëherë. Shkruani në komente a do e provoni këtë recetën, nëse ju pëlqeu kjo video, jepini like, lini në komente çfarë gatuaj videon e radhës dhe bëni follow, shihni videon tjetër. Ciao.